Servili më do. E ke morë personale. Servili, ja, s'kam personale. Unë duhet të dalë fytyra jote vërtet. Unë e kom si parim me mbrojt artistët e ri. Jo, nuk më mbroj, nuk e du mbrojtën tonë. Mbrojtja e Servilit nuk e du. Po ta them, reflekto. Reflekto jo, ti je Servil dagu. Sepse nuk po mirë, nuk del ti mirë. Jo, mos më çaj halli më valla. Mi le mu dyert e portat e mia se unë nuk do më reflektu. Unë portat e dyert e mia I hapi vetë. Okej. Nuk do më reflektu. Valla, pse të vret ato? Pse të vret? Jo Servil, Servil po. Njëri negativ që shpërndar negativitet, intrigant po, mundohesh me sfizuar çdo lloj situate, unë ti thash në sy, ti tham plevic, ja them gjithkujt që je. Ty të djeg, 40 vjeç burr, pastaj edhe tjetër, 40 vjeç burr, mundohesh me kërcënu. O, ti nuk më intereson fare. I kaç me pas dhomin. Kërcënu, po të thash vetëm më e gojën se je ke dhënë. Kaç me pas, o dagu, kaç me pas dhomin. Përpara nuk më intereson fare. Një herë ndodhi të thash, nëse ndodh edhe një herë, nuk më intereson çfarë ndodh me amon përgjithësi I produksioni, unë këtë gjë e menaxhoj vetë pastaj. That's it. E bën e gabimin. E bën e gabimin. Jo, unë po të jo, vetëm reflekto. Jo, ty pse të vret? Pse të vret si e negativ? Pse të vret? Si e Servil? Pse të vret? Pse të vret? Do reflektoj. Do reflektoj patjetër. Patjetër do reflektoj. Patjetër. Do të shtoj edhe I term tjetër, do ta reflektoj se po e menoj. Pa fund. Kush ka pa gabime? Ju të dy më. Ju ne të dy. Drejgu. Keni qef ujin? Çfarë keni bo? Kështu që të lutem. Drejgu. Për e them unë që je Servili negativ, që mundohesh me shfrytzuar çdo situatë. Inteligjent dhe jo intelektual. Reflekto. O kamera, ka pak se ka nevojë, por zotin. Ka pak, jena para kamerës. Vetëm reflekto po. Ka pak se ka nevojë me dalë kamera, por zotin. S'ka nevojë fare me dalë kamerës. Jena para kamerës. Se nuk e dim ne çina. Edhe unë kam dalë kamerë. Ka baba aparat, ka prapa aparatin. Që na ka dalë, na kanë zënë kamerën. Reflekto po them sepse je duke marrë shumë personale. Jo, negativ jo vëlla, pse djeg? Negativ dhe Servil. Unë gjykoj veprimet e tua. Unë e di shumë mirë se si jon, po jo, je, nuk e them veç unë. O vetëm reflekto. Një burr, ti je moshkull, nuk e di ai burr, se burri dagu burrnia është gjanat që ta ka vita thot përballë. Burri që burr vjeta thot përballë e pik. Nuk ka frikë, nuk shon të folën për cepa. Ti je moshkull. Që të gjitha burr për mua akoma nuk je. Jo. Intrigant po, negativ po, Servil po. Çfarë do mamër? Çfarë do më dagu? Unë po gjykoj për sa jep lojë. Dhe 99.9% njeriu në këtë lojë, në këtë format, në kështu lloj formati e tregon gjithmonë se si është, edhe në jetë vërtet. Po prandaj kam vendosur. Dhe para flas me kaq kështu se e meriton me t'i thonë. Ti kam thonë do t'i them derisa dal nga kjo shtëpi. Do të mbroj këtë gjë. Reflekto. Do të reflektoj patjetër. Shumë faleminderit. Do të reflektoj. Okej. Negativ do të them gjithë jetën. Çfarë kisha të thonë ti thash? S'ka gjë, intrigant. Unë kam pas parim edhe intrigant. Them unë atje. Mos ma përmend o valla, nuk un ka marrë Anduel Kovaçi tu, as ka marrë Anduel artist I ri, o ka marrë Anduel Kovaçi, nuk ka marrë tu Anduel artist I ri. Fare, as ti s'ke ardh Big Basta artist I vjetër. Nuk e ardh. Fare, nuk më intereson më hap dyrt nga ti, as nga persona që janë negativa dhe janë servile etj. Ton jetën e kam luftuar servilizmin dhe një ndër arsyet që jam kështu se nuk kam hes në jetë me servilizëm. That's it. Çka kam arrit në jetë, I kam arrit me takat, me forcë, pa ma dhënë dorën kërkush dhe do e arrit deri në fund. Nuk I alepi me nerën kërkujt. As nuk e tham bravo kështu. Jo, nuk e kam parim. Si në familje, si në jetë, nuk e kam parimun. Vazhdo ti, e ke zgjedh, vazhdo me servilizëm, vazhdo me lajka njërit, lajka tjetër, më thet tash me tjetër. Unë kisha mundësi, kishim net edhe 5 ditë tjera aty, do I kisha thonë me net 5 ditë tjera. O, nuk e kam sensin e lojës. Tani ke sensin e reflekto. Vlla falenderoj, ma the 6 herë, 7 herë. Kalu në ofendim e rradhë. Jo, s'është ofendim, negativ. Jo, nuk është personal. Nuk më intereson jeta jote valla. Nuk më intereson. Ty të vret e vërteta. E vërteta vret, po kësaj here po le shenja je genzap. Tash unë po të them këtyre të gjithëve reflekto. Vlla, je negativ. Po them ty gjithë botë. Je negativ. Servil edhe shumë gjëra të tjera. That's it. Intrigant. Shi që ndodhë më burë? Unë them në Mandrejan, them po të isha të njëshi sot dhe I kërkoja gajt, më sillte 1-2 balerina, 1 serbe, 1 moldave, them unë, me na kërcytuar. Neti as gjys minuti tha, të shmumunu me më fut mu me Estrin dhe me Nurin e kështu, si jo për men tha, a din tha që kanë familje jashtë, e shef qalë flis me ban? E shef qalë fli, të munu me më fut mu me debatu me këta, kupton? Dhe me që kjo e ka pas për ju, e kupton se sa negativ duhet jetë mendimi, e kupton se ku të shën negativiteti, e kupton se sa negativ duhet t'jesh ta mendosh. Veç fakti ta mendosh të ban të tillë negativ të ban.
mendja negative, me ti ke yllin, shumë mirë, ke yllin. Vazhdo me yllkën ti, vazhdo me yllkën. Imagjino, na duhen 3 ditë me marrë vetën nga negativitet që na keni dhënë ti ylli, e kupton? Që ka bërë gjitha jo, shama. O dagu, e kupton? Çfarë negativiteti na kanë dhënë, o vëlla? Në negativitet do të thonë kështu intriga, servilizëm. O kur ne tu na thonë më për sy të ballit, u kapa mra me ta se e kishim diskutuar gjatë ditë. E kena thonë, pyte, kur të marroj e punë, pyte, kush e ka thonë, qa është thonë, ku ka desh me dojnë. E kena thonë edhe atë notë. Mos t'i prishim regullat, tha, i pari. Mos t'i prishim regullat që të dalim sa ma shpet, a kupton? Dhe me të drejtë, thamë, okej, hajde, po e bojmë, po bashkëpunojmë. Në dorë kisha i debat me të unë, që i thash je frikacak. Se nuk e jep të mendimin, i shohë familjen, nuk reagoj, sa është frikacak, se mbron ato interesat e veta. Kush më shajtë mu familjen? Jo, nuk ta shon ty, ja shon Andreas, për nuk reagove. Pile, ti do t'jesh i pari që do të reagosh, se jeni në kushte të njëjta, sidomos ti Andrea. Si, aja përmeni familjen. A duket bukur me ta përmend dikush familjen loj? Si ja shojti familjen? Në gjugjë të shamë nga ylli unë atë. Jo, shon, një sekundë. Gani, një minut. E ofendoj në familje dhe ky do të ishte i pari që do të reagonte. Se kur rau hap muhabeti familjes, gania me yllin, ishte Andrea i pari që u hodh. Dhe ndarkja përmeni ylli. E mbrojti Andrea Ylli në drek që ju prek familjan, nuk e di në debat. Nese, ishte i pari që reagoj, në dark ja përmen. Ndërsa ky frikacaku, që do me mbrojt interesat e veta, frikacak, intrigant, po, jo si, do dalim, se ta bje gishtin të una dikush si duke me ta pronë shumë. Si duke ty? Si e kavi me dorë, absolutisht jo. Mos u mëno, do doli. Për sytë bodit, do të sa daljosh. 5 fjallë do kesh negativ, intrigant, servil, do t'i gjejë dhe ty 3 tjera që i gjeja, po do t'i vend pa, që ta mojnë vesh të gjithë, se çfarë lojë ke zgjedh me bon. Dhe ti pron kallëzat se ty t'intereson. Okej? Dhe në rast ty ka përmend, në rast se aja përmeni familjen, ty nuk po të vret ka fakti që ja ka përmend familjen, po po të vret fakti që ja ka drejtuar dorën dhe e ka larguar dorën. Kjo të vret ka ty. Se ty kjo t'intereson me mbrojtje. Po me ta përmend kush ty familjen. Me ta përmend kush ty familjen, si dukesh? Nuk ka ofendu asnjë. M'fal, një pyetje, nëse dikush ty ta përmend familjen. Nëse dikush ty ta prek familjen, si reagon ti? O zotëri, si reagon ti? Një përgjigje. Dishti Allah reagimin tim. Po do të reagosh, do të mrosh kallën pra që duhet më mbroj. Le yllin, shko them yllin, shko se kishe sipër kishe, shko them yllin. Shko them yllin. Nuk ja dolet dot, edhe mron kenim qef ujnë. Unë ju thash, ju ven krik, ty e yllin ju mojnë krik, Allah, e kupton. Në krik ju mojnë nojer, bam. Nuk për sa i përket lojës. Ja ke bë tjetrit me bukën më romëm çefit ujin. Në krik Allah, në krik. E ka bë Andrea me ujin sepse i kështu sjell Alba vërdall, dhe tha do vjen me na marr. Si më nga qega jo, më justifikim. Vazhdo se e të më duk sinjal ba 2. Merë më ruin mërë në shpi. Je të më duk sinjal ba 2, Dagu. Vazhdo. Alba s'ka punë të. Dagu, 2 herë Dagu për kujton, s'ka do 2 herë. Se kena ti ujqez me unë. Ka qenë fjetë. O, Daniel, pash do të adrenalin. Ja, unë shkoja, po më mëzëgjumi. 2 herë ka do ljosh. Shkoja, po më mëzëgjumi. 2 herë ka do ljosh. Dhe kanë ne gjithë natën çut për këtë dyshim. Do ta shpjegojnë ata se kanë prek. Ato dy që kanë një tjetër do ta shpjegoj. Jo, po dika keq, se kur er puna nuk u çu më mbrojtë Dagu, nuk u çu, po kur er puna çu përmend familja. E si aty. Ishte i pari që reagoi Andrea, në dorë shkoja për dorën në dorë. Ai intriganti. Dhe ky që rrashpota, po në familje, je njeri negativ, intrigant, servil e kështu me radhë. Po ta them edhe munohet. Sepse je duke fut shumë emocione. Jo, unë me emocion të luaj vëlla, unë kështu jam. Në edhe një jetë unë kështu jam. Në servilizmin e kam urryer, kam luftuar gjithmonë. Negativitetin gjithmonë e kam luftuar. Nuk i du. Servilizm, jo vetëm, kisha mrap shpatullat mu këtej, e këtej shko të fola ne, si quhet kjo?
me pas mirë kështu ndërkohë hajt në kat tjetër. Jo valla, jo, nuk i du këtë ljesnitun, kur, nuk i du fare. Edhe po t'isha jashtë, da unë nuk do kisha raport me ty. Kur? Nuk do kisha raport me ty. Nuk mundem për shembull këtu loj mu sjell ndryshe, e jashta mu sjell ndryshe. Jo. U mundu, ja, me emocion do flas valla. U mundove me përdorë situatën e Moldavëve dhe Serbëve, me kthyn me na fut në debate me përdorë si kaç njeri i ulet tjetër. Njeri i ulet vetë. Tjetër gjë dëgjova. Njeri i ulet vetë. Don't move. Një njeri ulet daku, një njeri që e mendon, unë them, po t'isha të njëshi, do kërkoja 2 balerina serbe, një balerinë serbe, një moldave, me na kërcy, ti, nete, si ta përdori këtë? Okej, e përdore kartën. Për ne thëmë që e kemi mendimin negativ.